Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi u inaugurua Kub Franz Shkodër, një hapësirë e re kulturore digjitale që shërben si një hap i rëndësishëm në zhvillimin e bashkëpunimit kulturor francez-shqiptar. Kjo iniciativë sjell për herë të parë në një muze në Shqipëri përvoja kulturore përfshirëse përmes teknologjisë së realitetit virtual dhe platformës Mikrofoli, duke ofruar akses në mijëra vepra arti nga institucione prestigjioze kulturore ndërkombëtare dhe përmbajtje të kuruara të trashëgimisë dhe artit francez. Shpreh mbështetjen e Francës në këtë rrugë tuajën, kënaqësi të përurojmë këtë hapësirë inovative digjitale këtu në Muzeun Marubi. Projekti synon të thellojë bashkëpunimin digjital mes Shkodrës, Shqipërisë e Francës. Janë një urë lidhëse e trashëgimisë kulturore mes dy vendeve tona. Ky projekt ndërkombëtar ofron qasjen në 3200 vepra arti të digjitalizuara, ndër më të famshmet e të njohurat e Francës. Ministri Blenti Gonçja u ndal edhe tek një plan ambicioz që ka për Shkodrën, duke u bërë qyteti i parë në Shqipëri që do të ketë një rrjet muzesh ngjashëm me vendet e zhvilluara europiane. Dhe nuk do lëm asgjë pa bërë si ministri që të krijojmë kushte, qoftë për zgjerimin e ateljes së Marubit me një godinë të re që duam ta shpensojmë këtu afër për ta zgjeruar hapësirën që ka nevojë Marubi për gjithë aktivitetet e veta dhe qoftë për gjithë atë rrjet të ri muzesh që Shkodra ka nevojë përtej Marubit. Përmes këtij projekti, Shkodra forcon rolin e saj si një pikë referimi kulturor dhe teknologjik në rajon, duke krijuar njëkohësisht mundësi të reja për angazhimin e të rinjve në fushat të kulturës digjitale.